një dekret presidencial i cili rrëzohet nga gjykata kushtetuese. Absolutisht asnjë gjë e jashtëzakonshme. Funksionoi sistemi. Një dekret që rrëzohet nga gjykata kushtetuese. Nëse nuk do të ishte kështu, për çfarë do të duhej gardiani i ruajtjes kushtetutës? Nëse gjërat do të funksiononin. Pra ishte gabim dekreti. Gabimi ishte dekreti. Kaq. Një sekond, dekreti fillestar ishte shkelje e kushtetutës, a ishte dekreti gabuar nga presidenti i Republikës? A ka mundësi? Çfarë do të thotë? Dekreti ishte i gabuar. Tani për shkakun uluritës së kujtesës son më të shkurtër se gjithçka tjetër. Shikoni. Në 8 qershor, eksaktësisht 2019, presidenti Meta paralajmëroi që nuk do të anullonte dekretin e tij për zgjedhjet e qershorit, 19 qershorit të 2019-s, të cilat u bojkotuan më pas nga opozita. Në datë 10 qershor, 2 ditë më pas nxori një dekret që rrëzonte dekretin e tij për shpalljen e zgjedhjeve që duhet të ishte i nëntorit të një viti më parë. Çfarë ndodhi? 55 zëra të ububushëm socialistësh u ngritën, thanë ndodhi hataja. Kuvendi miratoi një rezolut, u nis të bëhet edhe një mocion shkarkimi për presidentin Meta. I lem tallavat që u bën në parlament, AUI-ut e padurueshme të politikës shqiptare. U kërkua një opinion nga Komisioni i Venecias, që erdhi i thjesht, i qartë dhe i drejt për drejt. Prandaj po ja jep edhe juve si argument, sepse në Shqip nuk besohet edhe një herë. Jo, zë Evangjeli nuk besoj se kjo është kredibël. Argumenti që vjen nga opozita është i ndryshëm nga argumenti i opozitës së kohës për presidentin Meta. Shkelja e kushtetutës është evidente, por nuk është kaq e rëndë sa të justifikoj shkarkimin. A jemi në të njëjtin situacion? Pra, ajo që ju thash unë në mënyrë shumë modeste, edhe më keq akoma, është shumë e butë kjo histori. Mirë, por referenca e Venecias nuk mund të merret e mirëqen për një rast të ndryshëm, zot Evangjeli. Po flasim për një epizod tjetër me Ilir Metën, kur Venecia u shpreh që nuk e konsideroi të rëndë mjaftueshëm sa për shkarkim. A e kujtua atë? Sigurisht që e kujtoj. Po është i njëjti kazus, është i njëjti rast. Është i njëjti aksident. Në qoftë se e themi. Nuk janë të njëjtat argumenta që vinë për mocionin e shkarkimit. Më shumë se i njëjti. Nuk pati dhe nuk prodhoi asnjë pasojë. Funksionoi sistemi. Do bëjmë merremi vesh sonde sepse je në rrugë të drejtë e quan shkelje. Ajo që ti po konteston, po për mendimin tim, me egzagerim dhe po i quan marrëzi, është që... Tralala, në qoftë se nuk ashtu, le të themi, një tralala për të gjendur kolat në punë. Hajde shpikim edhe një betej, një lloj si... Dakor, dhe mora vesh këtë... Pra, beteja opozitës është inexistente, dekreti fillestar i presidentit është shkelje. Si ca burra që rike klubi i fshatit, edhe thonë, ore, shkojme, bëjmë do një trimëri se mbase na këndon, ka tundin do një kënd. Jo, nuk është ashtu, sepse këtu kemi të bëjmë me gjëra, me zgjedhjet në Tiranë, me nështrimin e institucioneve shtetërore, me funksionimin, me kontrollin dhe balancën e institucioneve. Pse? Po sa fjalë të rënda. Jo, më kontrollin e balancën. A mund tjetë ka që banale kjo betej që ka nisur opozita për mocionin e shkarkimit për presidentin i institucioneve. E para e quajti tralala, ti marr një nga një mbasi i demontoj. Po si demontova këtë drejti. The që është marrëzi ose tralala. Jo, sepse vetë the që është shkelje. Po që shkelje kushtetute ama. Dhe shkelje kushtetute s'ka tralala. 2. Këtë e rënd, apo jo, këtu këtë drejt, e përcakton vetëm gjykata kushtetuese. Njëra palë që është palë në kërkuesja, Partia Demokratike thot, është e rëndë dhe shumë e rëndë. Mendimi saj. Nëse ndajmë do të, unë për vete nuk marrë për si për të ndaj. Por këtu do të duhet llogarisim dhe retorikën politike të Partisë Demokratike. Prandaj ju dhash një fotografi që gjykata që Komisioni i Venecias e ka dhënë 5 vjet përpara. Kur ne vajtëm u bëm, jo vetëm qesharak, por dhe qepazë. Do të them dhe më shumë se kaq, e kam kundërshtuar atë mocion. Tani po mbështes këtë mocion. Po të them edhe... Shive si të ndrojnë rolet. Po jo pra ja të them... Atëhere e kërkon të emocionin Zoti Balla dhe e kundërshton të Gazi. Në s'ka në gjë. Politika, shiko... I njëti stof kostumi ndrojnë mëngët. Njëri sulmon, tjetri mbron. Asgjë të re në këtë diell, dieta ju më bet. Nuk e dim këto tani. Po pra, e vetë me gjë që nuk ndryshon është marrëzia. Jo, prit, kemi një rast që nuk mund të quajmë mot a mot njësoj me rastin e kaluar. Zoti Meta i anulloi dhe i shtyu zgjedhje. Kjo ishte pyetje ime, a janë të krahasueshme të dy rastet në arkun e 5 viteve? Jo, por këtë gjithmonë ruaj
do me thënë, kam rezerve që këtë vendos gjukata kushtetuese. Dhe si pas regulores kuvendit, çështja vetë e gjukatë kushtetuese, shkarkimi i presidentit është balla me atë që tha sot, ai ka bërë një marrëzi politike, sepse tha nuk shkarkohet nga e diaj. Ishte pyetja ime e parë kur dëgjova zotin Balla, me çfarë kompetence zoti Balla bën këtë pararendje për mos shkarkimin e presidentit? Sepse hallkat rregullore janë që ngrihet komision hetimor. Komisioni hetimor për 2 javë përgatit një raport. Raporti pastaj miratohet në kuvend që të quhet ka brum për shkarkim, do nisim procedurat e shkarkimit, pastaj ngrihet një komision tjetër. Pra ka një hierarki procedurale ku do duhet kaloj. Fiks ajo që të thash. Jemi duke pirë raki, hajde dhe bëjmë do një trimëri se ka tundi mbase na këndon kënd trimërie. Jo, raki mund të pinë të dyja palët, po presidenti i Republikës në të rast do duhet vlerësuar si masë nga kushtetuesja. Dhe këtu pastaj ka parlamenti i bën këto. Parlamenti i bën gjithë këto komisionin e bëri. Rezolutën e bën socialistët, 55 frymë të tyre nënshkruan atje për shkarkim. I parlamenti, a ka një ndikim të apo? Po, ajo do votohet pastaj në komisionin e ligjeve. E merë komisioni i ligjeve, diskuton. Komisioni i ligjeve e merë. Do të marri me njerë, po këta mund të edhin që në konferencen e kryetarëve, qa është byroja e kuvendit mund të thotë jo nuk futet në rendë ditës. Edhe do bëjnë atë që do të arëzojnë a priori. Por proceduralisht komisioni i ligjeve ka rolin e ti në këtë drejtim. Mblidhet do duhet komisioni të kalojë në ligjeve, këtë hallk. në qoftë se e miraton, ngre komision. Komisioni hetimor pastaj shikon, ka shkelje, s'ka shkelje, janë të rënda, s'janë të rënda, dhe vendos. Të ecin parat apo të ndërpresin. Po, por ky nuk mund të jetë një vendim i bërë pararendje nga taula Balla. Pikërisht pra këtë po themi. Ai kjo tregon, pra këtu e kishim, këtu tregon zoti Vangjeli, kjo tregon që ata edhe e kanë shtyr politikisht dhe e kanë përdorur politikisht Bajram Began, fatkeqësisht për atë dhe më shumë për ne, dhe fatkeqësisht po e mbrojnë politikisht duke shkelur ligjin dhe kushtetuesën. Duhet të dëgjoj edhe argumentin e parë zotit Zogaj, më pas do të rikthehem tek debati juaj. Ajo që bëra si ftesë ishte të shikojmë se si palët për hir të interesit politik ka ndryshuar pozicione për të njëjtin kazus. Ndryshe kazusi nuk është i njëjti dhe në qoftë se kjo bëhet në kurriz të kushtetuesës zoti Vangjeli është e parëndësishme interesi politik. E di çfarë i bën të përbashkëta këto dy akte? Çfarë? Të ish presidentit Meta atëherë dhe të presidentit Begaj tani? Unë tentoj të mendoj pozitivisht. Fakti që me mjetet të gabuara juridike tentojnë të japin zgjidhje politike. Nuk munden. Të dy kanë gabuar. Gaboj Meta atëherë, gaboj Begaj tani. Por, qoftë në rastin e zotit Meta, qoftë në rastin e zotit Begaj, shkelja nuk është e mjaftë. Se dim këtë. Dhe nuk konsiderohet e rënd mjaftueshëm. Zotë Vangjeli, kush e mat në këtë rast me qenë se ju po i vini këtë mbiemër? Ju a thash. Ju po e thoni është e gjykata kushtetuese nuk u vu fare në lëvizje, sepse ishte marrëzi dhe kuptoi qartë që ishte marrëzi, u përgjigj Komisioni i Venecias, i cili ka kush është instrumenti vlerësues për matjen është mjaftueshëm shkelje? Dhe sa serioze? A do duhet jetë në hallkën kushtetuese, gjykata kushtetuese, më pas se kemi nevojë për konsulencën e Venecias? Nuk e themi do të ne mjaftueshmërinë e shkeljes. Për fatin ton të keq të gjithë neve, edhe sikur Zoti të fliste në shqip, pra palët nuk do ta besonin. Do ta merrnin sipas interesit. Meqense me Perëndi nuk kemi mundësi të flasim, Komisioni i Venecias për fatin ton na ka dhënë një herë një përgjigje të tillë, shumë të qartë, sqaruese, shtërruese në çfarë kushtesh jemi. Madje kjo është shumë herë më e lehtë se ajo 6 vjet dhe më parë.